Natyrisht çmimi ishte tepër i lartë, qoftë dhe për një ëndër të tillë që ka populli shqiptar ka pasur prej pagu gjysmë shekulli, mos thonë më përpara. Domethënë, këtu duket edhe një herë se sa izolimi i Shqipërisë, sa krimi i tmerrshëm ka qenë, domethënë. Mund të themi se historia do të vendosë dal ngadalë krimin e parë të komunizmit në Shqipëri ka qenë izolimi. Nga ky izolim erdhën gjithë të këqijat e tjera. Domethënë forcimi i terrorit, shtypja e popullit shqiptar, varfëria e tij, tronditja e tij pas rënies komunizmit. Në gjithmonë më tepër, sa më tepër të kalojnë vitet, aq më i rëndë do duket ky krim i izolimit. Ja më në fund Shqipëria arriti të tërheqë vëmendjen e botës. Pak a shumë si po të përdorim një metaforë, dikur më duket se kam përdorur, domethënë si ai njeriu që smerr elektricitet prej 10 vitesh dhe merr më fund e merr elektricitetin në formën një rufeje mbi kokë, e merr të tepruar, e merr të madhe, e merr në kushte krejtësisht tragjike. Sigurisht si çdo krahasim është i pasakt, por pak a shumë janë në gjë të tillë. A besoni ju ke parashikimet e tmerrshme që janë bërë për fundin e këtij 1000 vjeçari, apo ju duket se çka po ndodh po te kalon edhe parashikimet? Parashikimet në masë botërore, unë nuk besoj. Me sa duket, pjesën më të rëndë të këtyre parashikimeve e mori populli shqiptar në fundin e vjeçarit. Të tjerët, me sa duket, do të ngelen vetëm parashikime dhe profecira dhe sensacione shtypi. Duket se në Ballkan gjithmonë luftat kanë ardhur atëherë kur ballkanasve ju është dukur i ngushtë gadishulli. Ju biles keni shkruar diku se këta popull pastaj bluajnë kujtimet, bluajnë në vetmi, makset, edhe fillon lufta, dhe lufta fillon në pranver. Këto janë shprehje artistike që nuk duhet ngatruar me atë që ka ndodhur në mënyrë të rrokshme në jetë. Megjithatë, një shprehje artistike tjetër ka qenë edhe kjo që zakonisht në Ballkan mbas zërave për paqe shpallet lufta dhe nuk ndodh e kundërta. Në fakt, kështu ka ndodhur edhe tani. U fol për një paqe, unë shkruar Ambujeja, por menjëherë nisi lufta. Ka një të vërtetë universale në këtë gjë, natyrisht. Edhe kjo ka një logjikë të brendshme. Flitet për paqe kur një forcë e errët agresive përgatit sulmin për të vënë në gjumë kundërshtarin. Kjo ka mira vjet që me sa duket është në botë, është portretuar shumë herë, dëshmuar shumë herë kjo gjë. Keni shkruar në librin Trekëngësia për Kosovën se ndoshta mallkimi i erdhi Kosovës, sidomos mas fundit të luftës në fushë Kosovë, ku otomanët mbas largimit mbollën aty gjakun e perandorit të tyre, e Sultan Muratit të parë. Nuk ka asnjëherë një përkim të plot, bile as të parafort. Letërsia ka gjithmonë një shkëputje nga ajo që quhet një mendësi e përditshme, e kapshme nga të tjerë, dhe mund të krijojë edhe keq kuptime. Prandaj nuk duhet bazuar shumë në figuracionin artistik për të shpjeguar atë që ka ndodhur sot.